Shkodra ka mirëpritur për 2 ditë me radhë Kupën e Republikës Gjimnastikës Artistike për të gjitha grup moshat, meshkuj dhe femra. Me presidentin e Federatës Shqiptare të Gjimnastikës Artistike, Leonard Lulaj. Lulaj, atmosferë festive për 2 ditë me radhë në Shkodër. Po, sot në bas kalendarit sportiv, Federata Shqiptare e Gjimnastikës zhvilloi Kupën e Republikës me pjesëmarrjen e shumë sportistave, të cilat nga vit në vit po fillojnë edhe rriten, fëmijë që afrohen për palestra, për të bërë gjimnastik, edhe masiviteti i madh që gjimnastika po ka, na ka çuar edhe në cilësinë e gjimnastëve. Të gjitha grup moshat, 45 gjimnaste ishin rivale në një tyre, nga cila ne me stafin teknik kemi përzell disa elemente të cilat do bëhen ballkanike që kemi nëntor në Kroaci. Duhet të veçoj në mënyrë të veçantë një gjimnaste shkodrane, Amati Alleshi, e cila na surprizoi sot me performancën e saj, një element shumë i rëndësishëm për gjimnastikën tonë, gjithashtu një djalë nga Berati, Dion Moçoglava, që ne premtojmë shumë për të ardhmen, ne do i mbështesim edhe do jemi gjithmonë përgatitur që të kapim majat aty ku do ne. Zoti Lulaj, në krahasim me garat e mëparshme, mendoni se kishte rritje cilësore në këtë aktivitet? Kuptohet, vështirësia është çdo ditë në rritje, grup moshat në bazë të rregullores të figut, banë ushtrimet e detyrueshme, por ushtrimet fakultative pastaj ishin edhe elementa shumë vështirë nga disa prej këtyre gjimnasteve që përmenda më parë. Unë uroj që gjimnastika të vazhdojnë në këtë etapë, ne jemi në rrugën e duhur, suksese gjithë sportistëve për aktivitetin. Faleminderit ju që na mbështetni për evente. Faleminderit zoti Lulaj, sukses në vazhdimsi të gjimnastikës artistike.